Njëri nga mjekët e kombëtares shqiptare në ndeshjen e së martës në Beograd i tha Zërit Amerikës se ishte dëshmitar i një dhune dhe presioni psikologjik të paparë në fushat e futbollit. Dr. Alban Merepeza i tha Zërit Amerikës nga klinika e tij në Port Hope të Kanadas se pas ndërprerjes së ndeshjes, ekipi shqiptar e kishte të pamundur të kthehej përsëri në fushë. Dr. Merepeza u intervistua me Skype nga kolegu ynë Iliri Konome. Zoti Merepeza, ju keni qenë në bankinën e ekipit shqiptar në stadium, a mund të na jepni përshkrimin tuaj të asaj që ndodhi në stadium, pra si do ta krahasoni atë skenë me raste të ngjashme që mund të keni parë në stadium e futbolli? Kjo skenë ishte do ta përshkruaja me disa fjalë shumë pakta, një skenë të mërshme, edhe nuk e kam parë me asnjë lloj evenimenti sportiv, edhe që kam punu nga vendet ndryshme, kam punuar me Meksikën, në Amerikën e Jugut, ku rivaliteti i futbollit dhe tifozëria është e zjarrt. Kam punuar në shumë vende të botës, domethënë edhe në Kanada natyrisht, në Shqipëri, po këtë nuk e kam pa asnjëherë. Ishte një eveniment i pa precedent për mua. Meqense ju ishit pjesë e ekipit, a pati një moment kur ju filluat të ndjeni frikë për jetën? Unë për veten time, derisa hym, domethënë që hym mrena në stadium, nuk pata frikë. Vetmja frikë që pata filloi kur ishim ishim ulën në stol, edhe nxorëm 3 nga lojtarët tanë që të bëjnë nxemje. Unë të paktën personalisht mund të kem dhënë një 15-20 copa guri, që erdhën edhe ja dërgoja vazhdimisht arbitrit katër. Edhe ai ishte momenti që unë fillova duke ndjekur që situata mund dalë jashtë kontrollit, për arsye se policia nuk po reagonte, ato po vudnin gur. Kjo ishte diçka që nuk ishte normale për mua. Po, dhe në fakt doli jashtë kontrollit. Po cilët ishin ata? Filloi duke dalë jashtë kontrollit. Po cilët ishin ata që ushtruan dhunë në stadium? A ishin thjesht tifoz apo edhe nga personeli sigurisë apo njerëz të tjerë? Personeli sigurisë, paktën për mua, ishte shumë i egër në shprehjet e fytyrës, në mimikën, ishin shumë ishte një gjuhë e trupit që mund ta lexojmë që ishte jashtëzakonisht e egër në gjithë kohën. Megjithatë, kur dhuna filloi, kur një nga tifozët hyri me karrikë dhe pastaj hyn edhe disa të tjerë, hyn 3, 4, 5, paktën që erdhën nga ana jone aty ku ishin ne ke bankina. Edhe ajo filloi dhuna që ushtru direkt dhunë kundra sportistëve tanë dhe stafit tanë. Pastaj ndërkohë kur futbollistët tanë reaguan duke mbrojtë veten, atëherë u ndiku edhe nga policët e sigurisë, edhe këta që ishin civil, atëherë ata filluan duke ushtruar dhunë kundra sportistëve tanë. Paktën unë mbaj mend shumë një mënyrë shumë vivide që një nga këta goditi me grusht Lorican disa herë. UEFA ka filluar hetimet për të dyja palët, a mendoni se nga pala shqiptare ka padur në një shkelje që mund ta bëjnë atë të dënueshme nga UEFA? Unë do thoja që paraqitja e dronit e flamurit do ta ndaje në 2 pjesa, që droni është i dënueshëm, por nuk ishte ajo flamuri që erdhi aty që krijoi dhunën. Ajo ishte një tension i jashtëzakonshëm. Unë për mendimin tim thash kur dolën sportistët dhe pa ardhur flamuri dhe ndeshja u ndërprej për arsye se erdhën fishekzjarë në fushë dhe po vinin gurë gjithkohën. Arbitri i 4 që unë po i dërgoja gurët edhe pjesëtarët e tjerë të shtafit që dërgojnë gurët dhe sendet e ndryshme, ndërkohë komunikonte me arbitrin kryesor. Kur u hudh një fishekzjarë nga pala serbe në fushë, ndeshja u ndërprej. Dhe pra kur droni hyri në fushë edhe u mor flamuri që u tërhoq poshtë, ndeshja ishte e ndërprerë ndërkohë. Nuk ishte se droni e bën. Pavarësisht ai që e bëri nuk mendoi për sigurinë e skuadrës që ishte në fushë. Zoti Merepeza, jam i sigurt që ju i keni ndjekur edhe reagimet në Serbi lidhur me këtë ndeshje. A mendoni se pala serbe, nëse do të shpreheshim kështu, e ka fituar betejën mediatike? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Dhuna në Serbi nga tifozët është diçka komune, diçka që ndodh shpesh, edhe ata nuk e kanë marrë seriozisht përderisa të njëjtin person që i dënoi ato në tavolinë 3-0 kundër Italisë në 2010-ën, është i njëjti person që vjen në stadium dhe hyje del nga fusha. Kjo është diçka komplet abnormale. Pra unë do të thosha që nuk mund të merren seriozisht ato deklaratat e Serbisë,
kur nuk e kanë marrë atë problemin seriozisht që ta zgjidhin problemin e dhunës për tifozët. Në ana jon, tifozët kuqezi njihen tani në gjithë Europën që janë tifozët më të zgjarrt që ndjekin kombëtarin e vet në gjithë Europën, nuk kemi pas asnjë lloj incidenti. Ky ishte incidenti i parë që ndodhi në Serbi. Ka njoftime se UEFA po heton Shqipërinë për mos vazhdim të ndeshjes, për mos vazhdim të lojës. Si e komentoni ju këta? Ishit ju aty kur u mor një vendim i tillë dhe u biseduar për këtë gjë? Shiko, nuk ishte se nuk donin të kthehesin, kjo është diferenca, ishte se nuk mundeshim të ktheheshim. Jo e dash, po mundesh. Kjo është diferenca në ky. Kështu që unë mendoj që UEFA ne ja bëm qartë, domethënë delegacioni jonë ja bëni qartë UEFA-s. Ai erdhi, delegati i UEFA-s erdhi në tomat e çveshësh, ne I treguam ato dëmtimet e sportistave, domethënë, edhe pyetja ishte që nuk doni apo nuk mundeni, edhe ne përgjigjja ishte nuk mundeni. Zotëri Merpeza, ju faleminderit. Faleminderit, faleminderit ju.